Kryeministri Rama vijon të mos zer mend nga miqt që zgjedh në përbot. Charles McGonigal i FBI për pak e fundosi, ndërkohë që pamfleti ka siguruar një dokument ekskluziv, ku emri i Edi Ramës del sërish në drejtësinë e SBA. Dhe këtë herë protagonist është izraelito-amerikani Ron Yefet, i cili ka marrë në dorë kompaninë shtetërore të armëve Kajo. Ai konsiderohet si një nga njerëzit më të afërt të Edi Ramës, por ashtu sikundër është folur edhe sipas fakteve që ka siguruar pamfleti. Rezulton të jetë një mashtrues shumë i sofistikuar. Ron Yefet, ish konsul nderi i Senegalit në Tel Aviv, është nënhetim nga drejtësia senegaleze për marrëveshje të dyshimta në lidhje me përvetësimin e disa pronave shtetërore, po ashtu në disa vende po përballet me padi për mashtrim. Në Shqipëri, mashtruesi izraelit qëndron pas një karteli kompanish të regjistruara në Tiranë me aktivitete të dyshimtë. Emri Ron Yefet është i lidhur me kompanitë Uno 18, Timac Defense, Timac, Advanced Arms Technology, 1820 Albania, 1820 Black Oil, e të tjerë, me veprimtari në fushën e armëve, naftës, paras elektronike, konstruksioneve metalike, e të tjerë. Në kuadër të një investigimi, pamfleti ka zbuluar se ndaj Ron Yefet, më datë 6 mars 2026 është bërë një padi në gjykatën e Floridas, qarku Miami-Dade, nga Mark Feist, ku pretendohet se izraeliti Yefet i ka marrë përmes mashtrimit mbi $8 milion. Dokumenti përshkruan se gjithçka nis në vitin 2018 kur Mark Feist, pas një karriere të gjatë si tregtar energjie, del në pension dhe vendoset në Miami së bashku me familjen. Në këtë qytet ai njihet me Ron Yefet, një person që sipas padis do të ndërtonte gradualisht një marrëdhënie të ngushtë me të përmes një strategjie të qëllimshme dhe të menduar mirë, që në fillim sipas dokumentit Yefet punoi për të krijuar një imazh të fortë besueshmërie dhe suksesi. Ai përfshiu Feistin në rrjetën e tij personale, e prezantoi me familjen, ndau histori mbi aktivitetet e tij filantropike dhe bindjet personale, ndërsa paralelisht projektoi një stil jetese luksoze, duke përmendur avion privat, mjete të shtrenjta dhe pasuri të konsiderueshme. Kjo sipas padis synonte të krijonte një perceptim të një fuqie financiare të pakufizuar, që më vonë do të shërbente si bazë për investimet. Një moment vendimtar në këtë proces ishte organizimi i një udhëtimi në Paris në vitin 2020, në kulmin e kufizimeve të pandemisë. Gjatë këtij udhëtimi me avion privat, Feist dhe bashkëshortja e tij u prezantuan me figura të rëndësishme, përfshirë kryeministrin e Shqipërisë dhe ambasadorin shqiptar në Francë dhe Monaco. Sipas dokumentit, këto takime ishin të kërkuara me kujdes për të përforcuar imazhin e Yefetit si një njeri me shtrirje globale dhe ndikim në biznes. Menjëherë pasi pandemia COVID-19 kufizoi udhëtimet në Shtetet e Bashkuara në mars 2020, Yefet ftoi Feistin dhe bashkëshorten e tij në një udhëtim në Paris me avionin e tij privat. Gjatë udhëtimit, grupi vizitoi pallatin e Versailles dhe familja e Feist u prezantua me disa nga kontaktet më mbreslëndse të Yefetit, kryeministrin e Shqipërisë dhe ambasadorin shqiptar në Francë dhe Monaco. Këto prezantime ishin të kuruara me kujdes për të përforcuar imazhin e Yefetit si një njeri me shtrirje globale dhe ndikim në biznes. Thuhet në padinë e Feist, Shqipëria shfaqet si një element i përsëritur në këtë histori. Dokumenti thekson se Yefet organizoi disa udhëtime ndërkombëtare me avionin privat, ku përfshihej edhe Shqipëria, krahas destinacioneve si Roma, Parisi apo ishujt e Karaibeve. Këto udhëtime sipas padis nuk ishin thjesht sociale, por kishin si qëllim të mbanin investitorin e angazhuar dhe të bindur për seriozitetin e marrëdhënies dhe investimeve. Yefet vazhdoi të ftonte Feistin dhe bashkëshorten e tij në udhëtime me avion privat drejt Shqipërisë dhe Romës, Bordeaux dhe Paris sërish në qershor 2022 dhe Capri në gusht 2022. Çdo udhëtim luksoz shërbente për të njëjtin qëllim, të mbante Feistin të impresionuar, të shpërqendruar dhe të angazhuar financiarisht, edhe pse investimet nuk kishin sjell asnjë kthim. Vijon padia. Një nga episodet më të detajuara lidhet me një tjetër vizitë në Shqipëri e përshkruar në dokument si një demonstrim i drejt i fuqisë dhe ndikimit. Yefet dhe Feist u shoqëruan me një autokolon të kompletuar me personel sigurie të armatosur, ndërsa qëndrimi i tyre u organizua në një kompleks privat me shërbim të plot dhe siguri të vazhdueshme. Për shembull, Yefet organizoi një tjetër udhëtim luksoz në Shqipëri, në një tjetër shfaqje teatrale të pasurisë dhe fuqisë së tij të supozuar. Yefet dhe Feist u shoqëruan nëpër qytete me një autokolon të kompletuar me personel sigurie të armatosur. Ata qëndruan në një kompleks të madh privat ku kuzhinier privat përgatisnin të gjitha vaktet dhe siguria private ruante pronën gjatë gjithë kohës. Gjatë këtij udhëtimi, Yefet diskutoi investimet në vazhdim dhe premtoi se më shumë informacion do të jepej së shpejti, thekson dokumenti. Gjatë këtij udhëtimi në Shqipëri, sipas dokumentit, janë diskutuar investimet që janë bërë dhe është dhënë garanci për zhvillimet e ardhshme. Po ashtu përmendet edhe një element tjetër i pazakontë, ideja e siguruar për një pasaportë shqiptare për investitorin, e cila përshkruhet si një formë trajtimi ekskluziv për të forcuar më tej besimin
dhe për të zbutur dyshimet që kishin nisur të lindnin. Ai gjithashtu hodhi idenë e mundësisë për të siguruar një pasaportë shqiptare për Festin, një tjetër gjest që dukej si akses ekskluziv dhe trajtim i veçantë i llogaritur për të ruajtur besimin e Festit dhe për të zbutur dyshimet në rritje të tij, se ai nuk kishte marrë asnjë kthim nga investimet. Pikërisht kjo pjesë bën akoma edhe më të rënd faktin se Jefet e shet veten aq të fuqishëm sa mund të marrë një pasaportë shqiptare tak-fak, kjo fal lidhjes me Edi Ramën. Pra me pak fjalë shteti është vënë në shërbim të izraelitit të armëve. Askush nuk mund të sigurojë një pasaportë pa pasur mik bablokun. Në këtë klim besimi sipas Padis, Jefet arriti të binte Festin të investonte shumë të mëdha parash në projekte të pasurive të paluajtshme në New York. Dokumenti shpjegon se këto investime u prezantuan si mundësi të rralla që kishin lindur nga situatat e tregut gjatë pandemisë, me premtime për përfitime të larta dhe mundësi të reqje në çdo kohë. Në total, sipas dokumentit, Fest transferoi $8.6 milion në llogaritë e kompanisë R&L Trading. Megjithatë, Padia thekson se këto investime nuk sollën asnjë kthim financiar dhe se investitori nuk mori asnjë pagesë, përveç një shume të pjesshme shumë më vonë. Me kalimin e kohës, mungesa e rezultateve dhe informacionit konkret bëri që Fest të kërkonte sqarime dhe më pas kthimin e fondeve. Sipas dokumentit, përgjigjet që ai mori ishin të paqarta dhe të përsëritura, ndërsa premtimet për kthime të afërta vazhdonin pa u materializuar. Në vitin 2025 ai kërkoi zyrtarisht kthimin e investimeve. Pas disa muajsh, sipas Padis, u kryen vetëm një pagesë prej $1 milion, ndërsa pjesa tjetër mbeti e papaguar. Për të shmangur për shkallëzimin e konfliktit, palët nënshkruan një marrëveshje në shtator 2025, ku të paditurit pranuan detyrimin për të kthyer $7.611.675.6 plus interesin. Dokumenti thekson se ata pranuan shprehjimisht përgjegjësinë e tyre dhe ranë dakord për një plan shlyerjeje. Megjithatë, sipas Padis, edhe kjo marrëveshje nuk u respektua. Afati përfundimtar u shty deri në shkurt 2026, por kaloi pas një pagesë të re, duke çuar në hapjen e procesit gjyqësor. Seancat janë duke vijuar njëra pas tjetrës, ndërkohë Jefet ndodhet në Tiranë. E gjithë kjo tregon se kompania kryesore e prodhimit të armëve në vend është dhënë një mashtruesi me famë. Edi Rama e prezanton atë si një biznesmen të fuqishëm, por kjo padi dëshmon qartë se Ron Jefet është një zhvatës me përvojë dhe me gjasa këtë herë është duke përlar paratë e qytetarëve shqiptarë. Ron Jefet u shfaq në publikun shqiptar kur qeveria shqiptare nëpërmjet Kajo dhe kompanisë izraelite Elbit System firmosën një marrëveshje për blerje armatimesh dhe investime në sektorin e mbrojtjes. Vetëm pak kohë më pas, kjo kompani u vunë në hetim nga vendet anëtare të NATO-s dhe u përjashtua nga tenderët. Kajo është themeluar në vitin 2024 nga qeveria shqiptare. Ka krijuar 4 kompani të tjera ku në 2 prej tyre aksioner është Ron Jefet. Një prej kompanive e krijuar nga Kajo me 20% të aksioneve dhe Ron Jefet me Arieta Pucën me 80% të aksioneve nëpërmjet kompanisë së tyre Timak, është shoqëria Timak Defense. Ron Jefet është ortak i kompanisë Timak, ku zotëron 49% të aksioneve dhe Arieta Puca 51% të aksioneve. Kompania Timak deri më tani ka marrë 10 tender nga institucionet publike në vend me vlerë mbi €2 milion, ndërsa kompania Timak Defense ka marrë €10 milion nga buxheti i shtetit. Pra një mashtrues si Ron Jefet ka marrë miliona nga taksat e shqiptarëve.